Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shqipëria parashikon të mbyllë 10 kapituj brenda aktivitetit në bisedimet të anëtarësimit me Bashkimin Evropian pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave. Zëvendës kryeministri Albana Koçiu bëri të ditur se janë në pritje të gjitha rekomandimeve që do të jenë kushtet përmbyllëse. Dhe sigurisht që ambicia dhe aspirata jonë është që brenda aktivitit ne të kemi filluar me 10 kapituj diskutimet dhe negociatat. Kemi gati një sër kapituj të cilët janë duke u rakorduar. Është një proces dinamik, kështu që mua do të më lejoni të mos i them kapitujt, pasi do duhet që ne të ulemi në tryez me palën europiane për të diskutuar një nga një të gjithë detyrat dhe të gjithë rekomandimet që ata na japin për të arritur në finalizimin e tyre. Komisioneri i Bashkimit Evropian për Demokracinë, Drejtësinë, Sundimin e Ligjit dhe Mbrojtjen e Konsumatorit, Michael McGrath, përshëndeti ecurinë e Shqipërisë pas miratimit të pozicionit të përbashkët të BE-s mbi grupin e parë të negociatave themelore, duke vendosur bisedën në kontekstin e drejt për drejt të mbylljes së kapitujve 23 dhe 24. Me ministrin e drejtësisë Toni Gogu, komisioneri McGrath diskutoi pavarësinë e pakthyeshme të gjyqësorit si standard evropian dhe jo si kusht politik i izoluar, matit konkrete të progresit, uljen e stokut në gjykatën e lartë, harmonizimin e statistikave gjyqësore, fushat e bashkëpunimit teknik për sistemin e integruar të menaxhimit të çështjeve, alternativat ndaj paraburgimit dhe shkollën e magjistraturës. Kryeministri i Shqipërisë konfirmon përpjekjet për integrimin në Bashkimin Evropian si rrugtimi i vetëm i vendit. Gjatë fjalës së mbajtur në konferencën rajonale me temë Nga prona tek progresi, ku morën pjesë përfaqësues të vendeve të Bashkimit Evropian, Edi Rama kujtoi se vendi vijon të mbetet një vëmendje të vazhdueshme nga Unioni. Bashkimi Evropian është diçka për cilën mund të ankohet gjithë ditën, por me Bashkimin Evropian një gjë është sigurt, natën s'ke makve. Nëse zgjedh një rrugë tjetër, gjatë ditës mund të jesh më i lirë, por ama natën pastaj do kesh makve, kështu që nuk ka alternativë tjetër ndaj Bashkimit Evropian në këndvështrimin tim, nuk ka plan B, nuk ka plan C, është vendi i duhur ku duhet jemi patjetër. Lidhur me problematikën e pronave në Shqipëri, kryeministri theksoi se Shqipëria është vendi i vetëm në rajon ku të drejtat e pronës kanë qenë në një tyrësni kaq të madhe për shkak të kalimit nga një sistem me pronë totalisht shtetërore në një realitet ku shteti humbi kontrollin mbi territorin pas rënies së komunizmit. Kryetari i Partisë Demokratike nga foltorja para kryeministrisë vlerësoi referendumin brenda partisë si një platformë komunikimi të qytetarëve dhe deputetëve të opozitës për adresimin e problematikave në vend. Sali Berisha vlerësoi se procesi kishte një vlerë të jashtëzakonshme pasi sipas tij ai shprehu vullnetin e demokratëve dhe besimin ndaj drejtimit të tij. Saj referendum kishte një vlerë të jashtëzakonshme. Jo sa ata që votuan, e them këtë, jo sa ata që votuan në 90% shprehet vot besimin ndaj meje. Por vlera më e jashtëzakonshme e atij referendumi është sa ju ngrit si një gjigant i vullnetit të njerëzve të lirë për t'i thënë Edi Ramës se ne këtu jemi dhe se fundi yt është i shpejtë. Gjatë fjalës, Berisha ngriti akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama dhe majorancës duke cilësuar si përgjegjës për siç tha ai, keqçeverisje dhe abuzime. Ky sharlatan përmendte sot jo flamuri gjerman, flamuri ky, flamuri ai. Ne kem respekt për flamurit e kombeve partnere dhe mike, por respektin më absolut. Flamurin që ne vëm krahas flamurit kombëtar është flamuri votës lirë. Ja të vdesim, ja të rrojmë. Është motra e jonë. Kryeministri Edi Rama kritikoi opozitën se me protesta tentoi të dëmtojë imazhin dhe të bllokojë procesin e integrimit. Nga Durrësi, kreu i qeverisë shqiptare, tha se kundërshtarët politik morën rrugët me molotov dhe gëzoheshin që fotot e kazanëve me plera apo flagadan dilnin nëpër mediat e botës. Ku nuk shkuan e ça nuk sajuan. E mbi të gjitha për turbin e maf, po turbi është një fjalë që nuk ka lidhje me ta. Morën rrugët me molotov dhe gëzoheshin që fotografitë e kazanëve me plera që digjeshin apo të flagadanëve që qëllonin mbi kryeministrinë apo mbi xhamin e madhe dilnin nëpër mediat e botës. Arritën deri në pikën që nxorën flamujt e Gjermanisë në bulevard. Për herë të parë në historinë e pluralizmit. I kishin pa flamujt e Amerikës. Kur thoshin Amerika është me ne, ju kujtohet?
Po flamujt e Gjermanisë nuk ishin parë në herë që të dilnin në bulevard për të rrëzuar qeverinë. Këtej Molotovët, këtej flamujt e Gjermanisë dhe mbushën dynjan që Gjermania na ka ndëshkuar. Misteri gëzueshëm e ka komentuar përmes rrjeteve sociale kryeministri Edi Rama çeljen e fazës përmbyllëse të negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian dhe mbajtjen e konferencës ndërqeveritare Shqipëri-BE në të njëjtën kohë me 180 vjetorin e lindjes së Naim Frashërit. Përmes rrjeteve sociale, Edi Rama shkruan se me punën e përbashkët në ndritjen e amanetit të tij dhe rilindjes vetan e me ndihmën e Zotit, Shqipëria 2030 do ta kurorëzojë atë vit të 130 vjetorit të vdekjes së Naim Frashërit si vitin evropian të Naimit, vitin e diellit që lind ande nga Perëndon. Në Shqipërinë 2030, shqipbërësin e madh do ta kremtojë të gjallë një popull i tërë i bërnjësh me familjen e Evropës së Bashkuar, apelon Edi Rama. Shqipëria dhe Kosova vijojnë përpjekjet për rritjen e bashkëpunimit ushtarak. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi deklaroi se siguria e Kosovës është siguria e Shqipërisë. Me Kosovën kemi një lidhje të natyrshme, nuk ka nevojë ta themi njëjti kombi ndar dy shtete, siguria aty është siguria jonë dhe e kundërta. Besojmë që ne kemi shumë çka të ndajmë me njëri tjetrin. Në vizitën e fundit time në Prishtinë dhe në vizitën e fundit të zëvendësministrit të Mbrojtjes të Kosovës kemi diskutuar pikërisht ato tema për të pyesin sot. E gjithë teoria dhe e gjithë fushat e bashkëpunimit janë që jemi komplementar. Pa të shikojmë mundësitë e bashkëpunimit në mënyrë që nevojat e sigurisë përmbushen si për Shqipërinë si për Kosovën. Ai bërë të ditur se nevojat e sigurisë janë gjithmonë më të mëdha dhe të domosdoshme jo vetëm për sigurinë ushtarake, por edhe për eksportet drejt vendeve të tjera. Ekonomi. Ministria e Bujqësisë në Shqipëri hap aplikimet për skemën kombëtare të financimit të fermave të vogla të bujqësisë. Ministri Andi Salla u bëri thirrje fermerëve të aplikojnë përmes portalit e-Albania për të përfituar për 12 masa mbështetëse që ofrohen me skemën e re kombëtare. Skema e këtij viti vjen me një fond prej 5.2 miliard lekë dhe synon financimin edhe të fermave të vogla. Janë mbi 5.000 aplikantë parë që brenda një kohe shumë të shkurtër orari ka një interes ndaj skemës kombëtare edhe për ta vënë në dispozicion siç ne kemi vënë në 12 masat ndaj skemës kombëtare. Ka një afat ndaj 25 me 25, pra një mujor dhe një mundësi për ta rishikuar edhe një herë nëse në gjërat do të jenë në faktin në aspektin ligjor dhe në kohën e duhur për mjaftueshme për të gjithë fermerat. Me skemën e re është përgjysmuar numri baktive që duhet të ketë një blegtor për të përfituar. 12.000 lekë për çdo krer lop do të marrin ata blegtorë që kanë tufa jo më të vogla se 5 bakti. Ministri i Bujqësisë i Shqipërisë Andi Salla paralajmëron rritjet e eksporteve bujqësore. Sipas tij vendi është duke eksportuar ndërsa është duke ecur me ritme më të mira se vitin e kaluar. Prodhimi tani ka dalë në treg. Dhe në aspektin e krahasimit, ju e krahasoni me vitin e kaluar. Ne jemi tani po e kalojmë vitin e kaluar, sepse prodhimi tashmë në territorin ton është në masi pra në sasinë më të madhe që ne kemi në territor dhe jemi duke eksportuar, duke shitur në tregun vendas dhe kemi kap të gjitha ato mundësi, shifra që ne e krahasojmë nëpërmjet edhe faturimit, sepse na janë rrit faturimet dhe formalizimi i tregut nëpërmjet procesit që ne kemi vënë në 10% ndaj skemës së re nëpërmjet Ministrisë së Financave, ndërsa vijojnë dhe dëshpërblimet për fermerët e dëmtuar. Ministri i Financave i Shqipërisë njofton për rritjet e të ardhurave me rreth 11.7% ose 28.8 miliard lekë më shumë se në vitin 2025. Përmes rrjeteve sociale, Petrit Malej deklaron se të ardhurat totale për periudhën janar-prill 2026 arriten në rreth 275.7 miliard lekë ose 105.2% të parashikimeve. Të ardhurat argëtuara nga tatimet dhe doganat janë me një rritje prej 4.7%, dhe të ardhurat nga aksiza janë 2.2% më shumë se 4 mijori i fundit i vitit 2025. Deputetja e Partisë Demokratike Jurita Tabako ngriti shqetësimin për mungesën e përgatitjes reale të ekonomisë shqiptare dhe sidomos të bizneseve për standardet europiane. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, Tabako thekson se procesi i integrimit nuk mund të reduktohet në miratim ligjesh në letër, ndërkohë që bizneset shqiptare mbeten të papërgatitura për kostot dhe standardet që kërkon tregu europian. Bizneset duhet ishin njoftuar, duhet ishin diskutuar, konsultuar për të gjithë legjislacionin e Bashkimit Evropian që ato duhet të zbatojnë dhe si do i prek ky legjislacion. A janë gati apo jo që të rrisin investimet, a janë gati apo jo që të nxisin teknologjinë, a i kanë punonjësit e kualifikuar apo jo. Ndërkohë që njëjti diskutim është edhe për sa i përket hapësirave ekonomike.
Sipas saj, vetë shoqatat e biznesit pranojnë se vetëm 15% e bizneseve, kryesisht ato prodhuese, janë gati për procesin e integrimit, ndërsa shumica dërmuese nuk përballojnë dot kostot e parafrimit me standardet e Bashkimit Evropian. Vetë shoqatat e biznesit deklarojnë se vetëm 15% e bizneseve e kryesisht atyre prodhuese janë gati për procesin e integrimit, ndërkohë që 98% e tyre nuk i përballojnë dot kostot. Çfarë do thotë kjo? Kjo do të thotë që integrimi duhet të kishte qenë kryefjalë njëkohësisht edhe biznesit. Një analizë e gatishmërisë së biznesit me kosto dhe përfitime duhet të zhbërë me kohë. Ulja e prites së kohës në kufi për parimin e infrastrukturës digjitale, harmonizimi me standardet e Bashkimit Evropian dhe forcimi i koordinimit institucional janë prioritete paraqitura nga Shqipëria në mbledhjen ministrore mbi përparësitë e CEFTA-s 2026 zhvilluar në Bruksel. Ministri i Ekonomisë Delina Ibrahimaj, si përfaqësuese e Shqipërisë në këtë takim, ku vendi ynë mban kryesimin e radhës, ofroi prioritetet për forcimin e integrimit ekonomik rajonal dhe afrimin gradual me tregun unik evropian. Ministri Ibrahimaj theksoi gjithashtu rëndësinë e avancimit të nismave SET Plus dhe Green Lines, harmonizimin orareve të punës në pikat kufitare, si dhe mundësinë e operimit 24/7 në disa pika strategjike kufitare. Shqipëria rikonfirmoi mbështetjen për njëjë reciproke të nënshkrimeve elektronike, vuleve elektronike dhe rezultateve të testimit të produkteve. Gjithashtu nënvizoi rëndësinë e njëjës së kualifikimeve profesionale për të lehtësuar lëvizjen e lirë të fuqisë punëtore dhe krijimin e më shumë mundësive ekonomike për qytetarët e rajonit. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor në Shqipëri, Ervin Demo, prezantoi programin e ri Rilindja 2.0, një paketë me 11 objektiva strategjik që synojnë ndërhyrjen në territor dhe zhvillim të qëndrueshëm rajonal. Në konferencën përshtyp pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, Demo tha se ky program do të krijojë një model të ri zhvillimi lokal, duke kombinuar identitetin kulturor, inovacionin dhe teknologjinë moderne me nevojat e komuniteteve. Janë plot 11 objektiva strategjik, të cilët do të përfshihen në kuadër të këtij programi të ri, duke filluar me forcimin e identitetit lokal. Ky program në këtë kuadër do të fokusohet në ndërtimin e muzeve lokal, të cilët do të jenë fokusuar në identitetin që kanë zonat caktuara të Shqipërisë, aq më shumë duke marrë në konsiderat zhvillimin që tashmë sektori i turizmit ka. Aktualitet. Prokuria e posaçme antikorrupsion me antimafin e Barit goditën një grup kriminal të dyshuar për pastrim të parave. Lëshohen 14 masa sigurie, nga të cilat 10 arrest me burg, 6 ekzekutuara në Itali dhe 4 në Shqipëri. Një i arrestuar në arrest shtëpie dhe 3 me detyrim paraqitje. Në pranga ka rënë Ergys Kastrati, i shpallur prej 2 vitesh në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane, gruaja e tij dhe 2 shoferë që transportonin para. Në Itali, masa e sigurisë është komunikuar kreut të dyshuar të grupit kriminal Igli Kamberi, i arrestuar në korrik të vitit 2025 në Ungari. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ndërshkon me masa administrative 4 milion lekë gjob dhe pezullim të përkohshëm të aktivitetit kompaninë Alkrom. Drejtoria Rajonale e KMT Elbasan kreu inspektim në këtë subjekt me fokus menaxhimin e mbetjeve e trajtimin e tyre. Gjatë kontrollit është konstatuar se subjekti kishte të magazinuara në ambiente ku ushtronin aktivitet rreth 318 tonë mbetje të rrezikshme. Për këtë sasi mbetjesh që konsiderohen të rrezikshme, subjekti nuk dispononte asnjë kontratë transferimi për azjesimin as përpunimin e tyre. Sport. Trajneri kombëtarës shqiptare të futbollit, Rolando Maran, publikoi listën me 27 futbollistët e ftuar për 2 miqësoret e 3 qershorit kundër Izraelit dhe 6 qershorit kundër Luksemburgut në Air Albania. Për herë të parë, me kombëtaren grumbullohen portieri Partizanit Pano Cirko dhe mesfushori në pronësitë e Napolit Luis Hasa. Jashtë kanë mbetur emra si Yasir Hasani, Ivan Belliu, Elhan Kastrati dhe Mario Daisinani. Zani non è stato convocato perché è da tanto tempo che non gioca, proprio sentendo, io con lui non ho parlato, sono sincero direttamente, però hanno parlato i collaboratori, insomma, dicono che è proprio fermo, per cui sarebbe stato difficile per lui fare anche qualche minuto. Yasir Hasani nuk është pjesë e listës sepse nuk po luan, nuk kam folur personalisht me të, por kam folur sigurisht bashkëpunëtorët tanë, duke qenë se ka kohë që është ndaluar kampionati dhe nuk luan, do të ishte e vështirë për të ishte gati për këto ndeshje. Në port janë Alen Sherri, Simon Simoni dhe Pano Cirko. Mbrojtës Berat Gjimshiti, Arlinda Jeti, Ardian Ismaili, Klis Mancake, Bujar Plana, Mario Mitaj, Naser Ali, Stavro Pilo, Elsejt Hysaj dhe Andi Hadroj. Mesfushor janë Kristian Aslani, Ylber Ramadani, Julian Sheu, Qazim Laçi, Luis Hasa, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Arber Hoxha, Taulan Seferi dhe Enis Mehmeti. Sulmues Mirlin Daku, Armando Broja, Myrto Ozuni dhe Kristian Shpendi.
abbiamo talmente poco tempo per lavorare che stravolgere tutto diventa pericoloso. Io credo che il blocco, diciamo, partendo dal capitano, da Gin City, e per dire solo capitano, per non nominare gli altri perché altrimenti faccio dei torti, ma prendo lui come esempio, credo che siano un blocco importante per poter su quale costruire, e questi cambiamenti verranno fatti in funzione poi di avere tante più soluzioni possibili per poter migliorare questo blocco. Është pak kohë, domethënë për të bërë ndryshime shumë të mëdha që ndoshta mund të jenë të rrezikshme. Sigurisht nuk dua të nominoj të emra specifik, por po themi për marrim si shembull kapitenin Gjimshiti, i cili ka shumë ndeshje me kombëtaren. Pra është një blok i cili sigurisht mund të ketë ndryshime dhe ndryshimet të jenë në funksion të përmirësimit të skuadrës. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.